Mirë, të rikëthyet, jemi në pjesën e dytë të gatimit këtu në rezën tonë, pasi kemi përgatitur një tavë sufle me brokol, lule lakër, e kemi vendosur për të pjekur, do të tregojmë vetëm pak pas disa minutash, kur tjetë bërgati. Kemi përgatitur një sup me lule lakër dhe patate, tani përshtojmë edhe panën, edhe djathin e grirë, për t'i dhënë atë teksturën kremoze dhe të shishme supës tonë. Gjithashtu përgatitëm si dikur me ndjenjat e nostalgjisë këtë limonatën me petalet e trëndafilit dhe padyshim që do ta mbyllim shumë ëmbël me një ëmbëlsirë të shpejtë dhe të thjeshtë. Ti tregoj fillimisht produktet që na duhen për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire dhe më pas aksion në punë. Shojmë së bashku çfarë na duhet dhe çfarë ëmbëlsire do të përgatisë Albana në këto çaste. Bombica shtëpie ose bombone prej biskote me kakao, 300 gram kakao, 100 gram sheqer pluhur, 100 gram gjalp, 3-4 lugë gjelle kakao, 100 ml qumësht, 1 lugë rum, vanilje ose cip portokalli, ar kokosi e grirë, arra lajthi të grira ose reçel, ose të dyja. Ti përgatisim tani dhe të tregojmë se sa të mira dhe sa të bukura do dalin në fund. Pra, biskota do t'jenë të tilla, pa tjetër. I grim, i kthejmë ato në pluhur. Ja. Shtojmë edhe disa të tjera që të kemi një tabaka plot për gjithë. Këtë kakao që jep një aromë shumë të mirë, vanilje gjithashtu. Ara e kokosit. Mund të shtoj këtu ku i kam, shtoj arat. Kakao. Edhe plurat u bën gati. Derisa krijojmë të masën, më tepër nuk do bëj se thjesht sa për demonstrim. Do të shtoj masën e qumshtit. Vanilje, rum, lëkur portokalli si të doni ju. Jam për atë aromën e mirë që do të kenë në fund. Vaniljen. Juve, kur të bëhet për shembull likeri, sa mirë do shkonin shumë, po. Dhe kundërmojnë, por nuk përdorim kakaon, por përdorim lëng lule shtrydhe ose vetëm lëng të trëndafilit, çfarë janë në rozë, pra në roze. Gjithmonë qëndron pluri kakaos, i qumsht pluri arkokosit, sepse është i duhur. Kam masën e gjalpit që është diku tek 100 gram, se kurse kam edhe sheqerin pluhur. Pra të gjitho përbërës, pa renditje fare, sepse zakonisht ju shikoni një renditje. Renditja është vetëm që duhet gramatura, por renditja të gjitha do të kalojë në blender. Dhe i përzije. Të tillë bëni dhe boçet e pishave për Krishtlindje. Po. Thjesht mund të shtoni. Dhe i pudrosnin pak me arë muskat. Qumësht të kondensuar. Po. Patjetër që dhe ara e muskatit shkon në ëmbëlsira. Jo, e kisha për në kokosit që i pudrosnin. Por edhe ara e muskatit shkon në ëmbëlsira. Po. Derisa unë të kem një masë
të ngjeshur. Normalisht nuk do ta bëj me lug-lug, po do ta përziej me duar. Se vetëm ashtu mund t'japim Konsistencën e duhur sepse nxehtësia e dorës. Bombica, bombone. Çfarë emri tjetër mund të kenë këto gatime të cilat janë Ta gatimet më të dashura, kaq natyrale. Kombinojnë vetë gatimet, ëmbëlsirat e traditës, shijet e traditës. Ne me këto jemi rritur, sidomos brezim, sidomos brezim. Ishte gëzim i madh kur përgatiteshin për festat. Se këto tani në pranverë. Festa e 1 majit kishte paradën. Kishte një paradë që dilnin të gjithë. Po sepse unë e mbaj më sepse shkonim në për Spartakiadat. Edhe bënim ato lulet, nuk i bënim ne, bëshim me lule një letër që ishte si letër thithë, pak a shumë, por që ishte edhe pak elastike. Dhe bëshin trëndafila të mëdhenjë, kurora të mëdhaja dhe patjetër i mbajmë duar, ishte ajo uniforma e duhur, e bukur, do thoni juve të mbyti nostalgjia, po patjetër çdo kënd, çdo sistemi, s'ka lidhje sistemi, por nostalgjia është ajo që ishin ideale, ato punë ishte punëtori vlerësoj, edhe ishte ideale, sot ideale s'është më. Po s'është ideale. Pra festoheshe. Nëse ju kujtohet diçka e bukur, si e festonit edhe çfarë nostalgjie do të na sillni për festën e 1 majit, si dikur e festonit, na telefononi, jemi shumë kurioz të mësojmë diçka më tepër, sidomos në brezi ri për t'i përcjell njëri pas tjetrit se si dikur shënjohej kjo ditë. Sot është një ditë pushimi, një ditë e shënuar në kalendar, por që duhet jetë një ditë patjetër siç ndodh një ditë proteste për të kërkuar të drejtat e çdo punëtori, për të vlerësuar ashtu siç duhet, me dinjitetin e tij, me punën e madhe që çdo punëtor bën, patjetër që të vlerësohet ashtu siç duhej. Nuk e di në vendin tonë sot se si do ta festojnë, protestojnë apo përkujtojnë këtë ditë të shënuar, por tema për cilën ne do të diskutojmë tani me ju, për presim të na telefononi, është si dhe çfarë mbani mend ju nga 1 maj i shkuar. Pastaj te Punëtori liçeni dje dhe punëtori sot. Do të bëjmë një krahasim më pas me të ftuarit që do t'i kemi në tryezë. E gjithë familja merrte gatimet. Si piknik, Po, ekskursion. dhe ishte liçeni. Liçeni ishte vendi atëherë nuk ishte i betonuar, kishte vetëm jeshillik. Kjo ishte gjëja më e mirë. Edhe ishin fëmijë të gjithë familja. Me rroba të reja, po, me rroba të reja. Dhe blishin sandalet, çorapet e bardha. Ishte edhe kjo pranvera. Po, ato do t'i mbaje për 1 vit, nëse nuk të rritej këmba, edhe për 2 vjet. Edhe për vitin tjetër. Se kaloje të vllajt e motra pas teje. Atëherë është i ardhur tamam. Po të boshllëkut madh shpirtëror. Nëse mund ta krahasojmë, dikur ndoshta s'kishte shumë veshje baza materiale, por atëherë ishte familja. Ishte familja e bashkuar. Pra prioritet kishte familja të bashkuar. Të mira dhe të këqija, gjithmonë kemi bërë këtë paralelizmin apo krahasimin. Jana më rritën telefonata, tani ti mirëpresim. Përshëndetje. Ju ngjatjeta ju, zonja dhe zonjush. Tu ngjatjeta, i nderuar. Nga po telefononi? Osmani nga Tirana. Përshëndetje, zoti Osman. Përshëndetje. Ishi duke na ndjekur? Po patjetër, jo vetëm sot, po gjithmonë ju ndjekim bashkë me kemi shoqe. Faleminderit për momentin nuk është kështu. Shumë faleminderit. Pranoni falënderit tona për gjithçka që bëni juve. Ju zonjush u pyetët që për çfarë kujtoni, kur pyetën një filozof italian, po, si u duk vendet diktatoriale, fame, festa e sferza, uri, fesë dhe kërbaç. Këto ishin 3 fjalët që zgjodhi. Po. Ato që kanë humbur para ishte nostalgji për atë kohë. Po kurse punëtorët ishin sklever të diktaturës. Ju zotri çfarë keni punuar? Unë kam punuar mekanik. Mekanik, për sa vite? 50 vjet. 50 vjet, tani duhet jeni në pension, besoj. Në pension edhe mor 200.000 lekë. Pra keni punuar 50 vjet në çfarë qyteti? Këtu në Tiranë. Në Tiranë keni punuar.
Si ndjeshit ju atërë, si vlerësohej një mekanik në kohën tuaj? Themi drejtën, i ipshin vlerësimin e duhur, dhe si të mësot e që kishin delë inovacioni. Po, i ipshin letra në vend vlerësimit material. Se të Evolina nuk më për me letra, do vlerësimin material. Pa tjetër, të dyja, edhe moral. Të dyja bashkë. Shkëllë bashkë të po, si që thash? Si cila ka rëndësin e vetë, pa dyshim. Po, zonja juaj, qëfar ka punuar? Zonja ime ka punu në artistike me gjeni në repartin e pirografisë. Gjegje me shumë ato pjatat e jo pagure të kështu punësh. E kuptoj. Tani të dy jeni pensionist. Të dy jemi pensionist. Keni fëmi? Kemi 2 fëmijë. Një kemi këtu, djalin, vajza është në Francë. Ti keni me jetë, në një drejt të mirë ka përgatitur zonja sot, për të dy? E ka përgatitur mëron se sot ka shku në Vorreza në përgjetorin e nënës time. E përkujtofshi gjithmonë, të falenderoj shumë që na telefonove. Përshëndetje për ju edhe për zonjën tuaj, ta kaloni një ditë të bukur. Edhe muaj të mbar. Rrofshi. Faleminderit, muaj të mbar, shëndet të keni. Faleminderit që telefonuat. Kështu le të përkujtojmë disa prej profesioneve të dikushme, të cilat në ditët e sotme edhe janë zbehur dhe janë zhdukur. Ka shumë zanate, profesione të cilat nuk ekzistojnë më, ose aq më tepër relvana me inteligjencën artificiale, po flasim për një epokë tjetër të re digjitale. Bombicat, si që shihni, po japim formë edhe po duken shumë të mira. Do t'i lëm pak që të mpiksen ato, të jenë më të forta, më solide, ndoshta edhe në frigorifer, apo jo? Dhe ndoshta nesër ose pas nesër, bashkë me limonatën, të cilës i duhet pak kohë, sepse është një prodhim artizanal, mund të quhet, nuk prodhohet për pak minuta, duhet kullojt, ekstraktohet mirë ajo gjethja e trëndafilit, derisa të përftojmë atë pijen freskuse me aromë shumë të mirë dhe të shije fantastike. Bashkë me bombicat që... Marë, në fillim fare, marë masën e një luge, në fillim fare, dhe më pas do të kryoj, do të japë formën e rumbullakët. Në të doni ju, në të kundër të jepni edhe 4 ore. Duan më tepër punë, pa tjetër që duan më tepër punë. Po, edhe tava është drejt përfundimit. Tani, do kalojmë tek ai ekstraktin e. Pa tjetër. Ju vazhdoni të na ndiqni dhe të na telefononi, bashkë i përfundojmë punët e kuzhinës, me kënaqësi për t'ju dëgjuar, për të na telefonuar, sugjeruar dhe treguar se çfarë përgatisni sot në fillim të këtij muaji. Siç e tham, kemi shumë dëshirë që t'ju sugjerojmë një recetë tjetër, nuk është recetë gatimi për ditën e sotme, por është një recetë e cila do t'ju ndihmojë të gjithëve ju të cilët bazoheni tek natyra për të trajtuar inflamacione të ndryshme, dhimbje, siç janë ato persona të cilët vuajnë nga dhimbjet e artritit apo inflamacionet e tij, pra dhimbjet e gjunjëve, kockave për shkak të moshës, kalojnë disa vite dhe ndjejmë këto dhimbje, pse jo? Të mos bazohemi tek disa receta natyrale. Si funksionon natyra? Llogaritë të mendosh që diçka që të shkakton, si ta krahasoj, dhimbje së jashtëmi, të shëron nga brenda. Për shembull, hithra, që është mbretëresha e bimëve, që ka shumë e shumë benefite e vlera, edhe na bën edhe receta shumë të mira. Të pickon kështu, të thumbon nga jashtë, po sa e mirë që është për të shëruar ato dhimbjet, inflamacion, ose rasti i bledhve për shembull. Të pickon, por që ai pickimi, helmi i saj është sa e mirë për dhimbjet reumatizmale, shumë për ata që s'kan alergji. Ta mirëpres telefonatën dhe do t'ju tregojmë pastaj një ekstrakt hithrash. Po. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi më çupa. Mirëmëngjesi, do të jetë nëna Nexhi kjo. Po. Nëna jonë. Unë jam nëna juaj e dytë. Faleminderit shumë që po na ndjek. Nëna e raportë dhës jam unë. Ajo je. Kaq vite që je telefonuese e rregullt. Gëzuar një maj. Gëzuar. Ta themi gëzuar? Gëzuar ta themi, jo? Ja vlen, ta themi gëzuar një maj.
Jaf dhe muaj të mbar gjithashtu edhe për ju. Muaj të mbar, të thashë. Është muaj luleve. Ke ndonjë Muaj luleve. Ke ndonjë kujtim nga një maj, çfarë mund na rrëfesh? Në kohën tënde ku ke qenë çupë. E kam të hyrur atë një majnë edhe më ka bekur një vlla 17 vjeçë dhe e kam çuar. E kuptova. E shikon dhe e lidh me këtë ngjarje në familje. Mishi më rëngjes. Ngushëllime. Nuk do doja fare që të preknim edhe të lëndonim duke të kujtuar, duke ta lidhur. Do vite kujtoj, do vite. Patjetër që po. Më thuaj pak çfarë ke gatuar sot? I ke mbledhur ato hithrat sot? Kam gatuar mish qenjë, tavë kosu t'i bërje një Alban aty, me mish qenjë. Bukur fort. Përfunduam edhe me recetat, të dyja bashk, natyrale, hithrat edhe gjethet e teftalet e trëndafilit, tava sufle brokol lule lakër, bombicat dhe supa do t'jenë në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, mos harroni të klikoni. Ne do t'i degustojmë pak tani së bashku gjatë publicitetit, rikthehemi në orën 10:10 me Rezen tonë.